Të nxehtë jeta me shpresoj që jeni mirë. Ja dola të bëj një listë nga 10 librat e mi të preferuar, edhe pse ishte goxha e vështirë, por ja ku jemi këtu së bashku për të sugjeruar 10 librat e mi të preferuar. Të gjithë këta libra që do të sugjeroj i kam lexuar dhe do të flas shumë shkurt për ta, ku nëse keni ndonjë interesim të veçantë për ndonjë libër të caktuar, mund të më shkruani nëpër komente dhe të diskutojmë në një video tjetër më të veçantë në mënyrë më të detajuar. Por po filloj nga libri i 10 deri tek libri i parë. Libri i 10 që unë sugjeroj është Mbi kontratën shoqërore. Ky libër të tregon për shtetin, pushtetin edhe shoqërinë dhe si një njeri me mendim kritik ka përgjegjësi në aspektin shoqëror. Se si ndikon kjo përgjegjësi e jotja në aspektin shoqëror, në aspektin e shtetit, por edhe pushtetin. Kështu që ky është libri i 10 që unë e sugjeroj. Libri i 9 është një nga autorët e mi të preferuar, të Petro Marcos, Intervistë me vetveten. Është një libër i mrekullueshëm ku të cilët njerëzit dëshirojnë ta sfidojnë veten me pyetje të thella për veten e tyre dhe të zbulojnë më shumë për veten. Ky libër është libri i duhur. Libri i 8 është Live Right for Your Type, është një libër biologjik dhe jetësor që të mëson në mënyrën se si të jetosh përmes grupit tënd të gjakut, cilat janë sugjerimet se si është më mirë për ty të jetosh. Libri i 7 që sugjeroj në këtë listë është Thinking Fast and Slow, ku të tregon më shumë për mënyrën e të menduarit, kur mendojmë ngadalë, kur mendojmë shpejt, kur sipas këtyre mendimeve, pra ndonjëherë nuk mendojmë në kohën e duhur shpejt ose nuk mendojmë në kohën e duhur ngadalë, si ta përmirësosh një gjë të tillë dhe si të mos marrësh veprime të gabuara ad hoc. Në kërkim të kuptimit është një libër tjetër që unë e sugjeroj, që është mjaft i mrekullueshëm, që të tregon për mënyrën e jetesës edhe për të kuptuar, për gjetur qëllimin se pse njeriu jeton, çfarë e bën atë që shtyen për të jetuar edhe për të vepruar në këtë jetë. Nëse ju pëlqen misteri edhe mendimi kritik në të njëjtën kohë, por libra të cilët ju shtyn për të kuptuar të vërtetën, nga Dan Brown, Mashtrimi i Madh është libri i sugjeruar. Është i njëjti autor që ka shkruar edhe librin Kodi i Da Vinçit, por Mashtrimi i Madh për mua ka qenë libër më intrigues sepse më të vërtet të shtyn për të kuptuar të vërtetën. Një libër tjetër që sugjeroj është Festa e Ciapit, që flet për diktaturën dhe rëndësinë e shkatrimit të diktaturës, si ndikon ajo në shoqëri dhe si ndikon pushteti dhe frika në aspektin e shoqërisë. Është një libër që gjithashtu ka fituar çmimin Nobel dhe me të vërtetë ja vlen për të lexuar. Tani kemi dalë në treshën time fantastike që mua me të vërtetë më pëlqejnë shumë këto libra. Aventurat e Sherlock Holmesit është një nga librat me 4 volume, të cilat jashtëzakonisht më pëlqen shumë. Kjo është volumi i parë dhe unë sugjeroj ta lexoni volumin e parë. Është një libër që të bën të mendosh më ndryshe, se dëshironi aventura, mister, zbulime, gjithçka tjetër rreth këtyre temave. Ky libër është mjaft i mrekullueshëm. Aventurat e Sherlock Holmesit me të vërtetë të bëjnë të mendosh ndryshe në situata të ndryshme, edhe me të vërtetë gjatë leximit të këtij libri të mëson shumë gjëra në fusha të ndryshme jetësore. Kështu që këtë libër padyshim e sugjeroj shumë. Libri tjetër i dytë, i cili mëson ose të flet më shumë për të ardhmen e njeriut, për jetesën e njeriut në të ardhmen, është Homo Deus, është pra një histori e shkruar e së nesërmës. Edhe ky libër është gjithashtu një nga librat e mi të preferuar, ku flet për mënyrën se si bota po shkon në një drejtim ke tjetër, edhe çfarë duhet të bëjmë ne për këtë çështje. Është një libër që me të vërtetë sugjeroj sepse edhe nga ky libër mëson shumë në aspektin e njeriut. E libri i parë në këtë listë, të cilën unë e sugjeroj, është 48 ligjet e pushtetit. Është një libër jashtëzakonisht i mirë. Unë e kam shkatruar tu e lexu sepse realisht mundet me u pa kështu sa i vjetër duket, për shkak se e kam lexuar 3 herë. Edhe e kam prish madje. E kam lexuar 3 herë sepse ju domosdoshmërisht këtë libër mund ta lexoni nga fillimi deri në fund, mundeni me u ndal tek ligjet të cilat juve ju interesojnë ose ju intrigojnë më shumëte, por është një libër që të mëson shumë për në çdo aspekt të jetës, mënyrën se si duhet qasësh në aspekte të ndryshme jetësore, në sfidat e ndryshme, pra si të kesh pushtet në situata të caktuara, por edhe në përgjithësi në jetë. Pra është një libër që nëse ka diçka në mendje që juve ju shkon edhe keni nevojë për ndihmë,
në 48 ligjet e pushtetit gjithsesi do ta gjeni. Këto janë lista e 10 librave të mi të preferuar. Doja shumë të shtoja edhe libra të tjerë, po ishte pak e vështirë, meqense pata edhe kërkesë specifike për të sugjeruar 10 libra, por do ta bëjmë kështu. Më tregoni se çka lexoni, çfarë fushë më shumë të ju pëlqen. Ju pëlqen misteri, ju pëlqen romanca, ju pëlqejnë sagat, çkado që juve ju pëlqen, ma thoni dhe unë do të bëj listën sipas asaj kategorisë që ju më keni sugjeruar. Nëse është romancë, nëse është dramë, nëse është tragjedi, pra të çfarë do lloj kategorie të librave që ju preferoni të lexoni, atëherë më komentoni dhe unë do të bëj video specifike për atë kategori të librave. E deri në videon tjetër, unë ju përshëndes edhe gjithmonë ju përqafoj. Miropafshim!